Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammedin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahun Azza wa Jalla falenderojmë dhe prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. E falenderojmë për të gjitha të mirat, begatitë që na i ka dhënë në përgjithësi dhe falenderojmë për begatinë e Islamit në veçanti, që deshte Allahu me vullnetin e tij neve të na bëj prej besimtarëve musliman, pjesëtar të ummetit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dërgojmë salavat dhe përshëndetje më të mira dhe të përzemërta për pejgamberin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, për familjen e tij fisnike, për shokët e tij besnik sahabëve, edhe për ata besimtarë që e pasojnë rrugën e këtij pejgamberi. Sërish e falenderojmë Allahun te bareke ve taala që na mundson që ne të kemi takime për hir të tij, që të arrim kënaqësinë e tij, e të na shpërblejnë me shpërblimet e tij dhe një ditë kur të ringjall krijesat, na ringjall në shoqërinë e pejgamberëve edhe robërve të mirë. Jemi në muajin e Ramazanit, muajin e dalluar, që Allah subhanahu wa taala këtë muaj e dalloi në mesin e 12 muajve, edhe në këtë muaj Allah subhanahu wa taala ka bërë shumë begati për besimtarët. Edhe këtu besimtarët duhet të jenë ata të cilët garojnë për të arritur ato begati dhe të arrijnë një Ramazan të suksesshëm me shumë shpërblime dhe shumë falje, edhe një ditë Allahu subhanahu wa taala t'u bën të mundur që ata të ringjallen si agjerues në ditën e gjykimit në takimin me Allahun azza wa jall. Feja islame ka filluar me shpalljen në shpellën Hira, kur i kanë ardhur ajetet e para pejgamberit alayhi salatu wasalam, duke qenë ai në shpellë në atë errësirë, i ka ardhur Xhibrili dhe ja ka sjell shpallën. Pastaj ka filluar të shpërndahet Islami zakonisht kohë pas kohe duke zbritur ajete kuranore, edhe ka qenë ajo faza e parë, faza mekase, edhe pas kësaj faze ka vijuar faza e re, etapa medinase, ku atje vetëm kanë filluar një pas një të zbrisin ajete me dispozita për besimtarët se çka ata duhet të zbatojnë nga obligimet përballë Zotit të tyre, Allahut azza wa jall. Allah subhanahu wa taala për obligimeve që u ka obliguar besimtarëve ka qenë edhe agjerimi. Dhe Allah subhanahu wa taala thot: "Ya ayyuhalladhina amanu", pra ju drejtohet besimtarëve, "Kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum." Pra ki agjerimi, si ibadet agjerimi, u është bë juve obligim, edhe siç ju është bë obligim edhe popujve që ishin më parë. Qëllimi ka qenë la'allakum tattaqun, që ju të ruheni, të bëni të devotshëm e të ruheni nga zjarri i xhehenimit. Pastaj, duke qenë kjo si obligim, vetëm se agjerimi është obligim, shpaloset një sekret i këtij agjerimi, këtij obligimi, se ai është në muajin, pikërisht në muajin e Ramazanit. Besimtarët krejt e dinë se është shpall Kur'ani në shpellën Hira, edhe ka vazhduar kohë pas kohe, ditë të ndryshme të shpallet, mirë po në periudhën medinase, ju vjen një informat atyre se shpallja e Kur'anit pas ka qenë në muajin e Ramazanit. Siç tregon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se shpallja e Kuranit ka zbritur në Beitul Izze, siç transmeton Ibn Abbas, në Beitul Izze, në qiellin e dunjajës, e pastaj kohë pas kohe ka ardhur sipas rasteve që kanë ndodhur. Allah subhanahu wa taala thot: "Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran." Pra Allah e thekson qartë se muaji i Ramazanit është muaji në të cilin ka filluar shpallja e Kuranit. Hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda. Pra ku ka shumë udhëzime për njerëzit edhe sqarime nga udhëzimet, wal furqan, edhe dalluesi që dallon të mirën nga e keqja, udhëzimin nga devijimi. Pastaj Allah subhanahu wa taala e pason kët faman shahida minkum shahra falyasum. Pra ata, domethënë këtë agjerim që i kanë bërë obligim, kush është prezent, është i shëndosh, mendjen e ka të shëndosh, është për besimtarë, është musliman, falyasum. Atë ky muaj që ka ai që duhet të agjerojë, le të agjeron. Ka ardhur urdhër në imperativ se duhet këtë muaj
të agjeron. Edhe kështu besimtarët e kanë pranuar këtë urdhër dhe e zbatojnë me plot përpikshmëri, me sinqeritet, me krejt ato që Allah subhanahu wa taala u ka caktuar këtyre. Ardha këtij muaji dhe ato që i sjell me vete këtij muaj na bëjnë neve kureshtar si ta përfitojmë, si ta përjetojmë një Ramazan të suksesshëm. Ky është qëllimi jon, që të përfitojmë nga Ramazani që na vjen çdo vit në kohë të caktuar. Ramazani është stad ku besimtarët garojnë në vepra të mira, është shkollë ku besimtarët dallohen me sukseset e tyre. Është adhurim me të cilin afrohen te Zoti i tyre. Po ashtu është gjas të përmirësohen besimtarët, gjasa më e mirë për të përmirësuar ata në këtë muaj. Është mundësi për të fituar shpërblime dhe të falen mëkatet. Është thegu për të fituar xhenetin dhe të shpëtojnë nga xhehenemi. Në muajin e Ramazanit, besimtarët musliman ditën agjerojnë dhe natën falen dhe kështu vazhdojnë një muaj të tërë. Edhe kjo në vete është sukses. Se besimtarët e kanë marrë këtë obligim, këtë adhurim me një seriozitet dhe përpikshmëri dhe fillojnë dhe dalin të gjithë së bashku në fund të muajit duke mos e lënë asnjë ditë pa agjeruar. Në fillim Allah subhanahu wa taala në fillim të Ramazanit i hap dyert e xhenetit. Sa po fillon ky muaj, Allah subhanahu wa taala bën diçka që nuk bën në muaj tjerë. I hap dyert e xhenetit, i mbyll dyert e xhehenemit dhe i prangos djajt. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin që transmeton Buhariu dhe Muslimi, idha dakhala Ramadanu futihat abwabul janna wa ghuliqat abwabul jahannam wa sufidat ash-shayatin apo wa sulsilat ash-shayatin. Pra kur fillon muaji i Ramazanit, sapo hin muaji i Ramazanit, ndodh diçka që nuk ndodhin në muaj tjerë. Pra hapen dyert e xhennetit. Xhenneti ka portat e veta, Allah subhanahu wa taala i hap këto dyer për agjeruesit. I mbyll dyert e xhehenemit. Edhe djajt shejtanat të gjithë i prangos. Ai i cili dëshiron të përjetojë një Ramazan të suksesshëm, kushtet i ka të volitshme. Kjo është prej mëshirës së Allahut te bareke ve taala për robërit e tij që këtë obligim ta kryejnë sa më mirë, ta zbatojnë në mënyrën më të përkryer për Allahun subhanahu wa taala. Dhe ai nga mëshira e tij për robërit e tij i bën këto kushte që të jetë më lehtë për ata dhe të arrijnë një sukses, një Ramazan të suksesshëm duke i pas këto kushte të volitshme. Që në fillim prej ajetit Shehru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran, pra muaji i Ramazanit është muaji në të cilin filloi shpallja e Kur'anit. Ai që ka ambicie të larta menjëherë kupton se angazhimi kryesor në këtë muaj është leximi i Kur'anit. Pra leximi i Kur'anit ndërlidhet shumë me këtë muaj. Edhe ai që në fillim duhet të fillon edhe të shton leximin e Kur'anit, apo siç është e zakont nëpër trojet tona edhe vende të ndryshme që në këtë muaj besimtarët të bëjnë hat me Kur'an, mund ta lexojnë të tërë Kur'anin. Këtë e shohim edhe te shembulltyra jon Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Transmeton Buhariu në Sahihun e tij nga Ibn Abbasi, i cili thot: "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwad an-nas." Pra në fillim Ibn Abbasi e përshkruan pejgamberin alayhi salatu wasalam se ka qenë njeriu më bujar. Në përgjithësi, pejgamberi alayhi salatu wasalam ka qenë njeriu më bujar. Mirë po në Ramazan ka ndryshuar. Thot: "Wa kana ajwadu ma yakun fi Ramadan." Mirë po më bujar ka qenë në Ramazan. Vetëm se ka ardhur muaji i Ramazanit, pejgamberi alayhi salatu wasalam ka ndryshuar dhe bujaria e tij është pa të sahabët. Është pa Ibn Abbas i cili përshkruan kështu. Edhe sahabët e kanë vërejt pejgamberin alayhi salatu wasalam se ai në Ramazan po ndryshon. E shton bujarinë e tij, e shton zellin e tij, e shton angazhimin e tij. Edhe kjo për neve, domethënë është një shembull që ta marrim si shembull pejgamberin alayhi salatu wasalam, i cili në Ramazan ka ndryshuar, edhe ne duhet të parapregaditemi. Po sa vjen ky muaj, vetëm të jemi të gatshëm që të jemi më të zellshëm me angazhimet tona. Pra i dashur vëlla besimtar, kërkoje suksesin në këtë muaj. Ai suksesi mund të jetë një mister për ty.
por ti me angazhimin tënd, me ambicjet e tua, me ndihmën e Allahut do të arrish. Ne nuk duhet të humbim shpresat se mund të arrijmë atë sukses nëse ne angazhohemi sa më tepër në këtë muaj me adhurimet që Allah subhanahu wa taala u ka caktuar besimtarëve. Për të arritur sukseset ka edhe shkaqe. Prej shkaqeve është shoqëria e mirë. Siç e shohim te hadithi, thot se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vetëm sa ka hyrë Ramazani ka ndryshuar. Mirë, po ka ndodhur edhe diçka tjetër. Thot Ibn Abbasi, hina yalqahu Jibril. Këto ndryshimet janë pa te pejgamberi alayhi salatu wasallam, thot kur e takonte Jibrili. Domethënë edhe ky pejgamber që është shembulltir, është më i miri njeri, nuk ka pas përpara as pas më të mirë se ky. Megjithatë, po ndikohet prej Jibrilit, po ndikohet prej shoqërisë së mirë, edhe është pa kjo te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe kështu është për besimtarët, është një mesazh që ata në Ramazan ta shtojnë shoqërinë e mirë, të shtojnë prezencat e tyre në përderse, me të shoqërohen me njerëz të mirë, domethënë me predikues të fesë, të cilët na tregojnë të mirën, na tregojnë çka është e mirë, na largojnë nga e keqja. Edhe kjo shoqëri, prezantimi në përderse, legjeratat e këtyre hoxhallarëve, është një prej këtyre gjërave që ti të ndikohesh ta shtosh të mirën edhe më tepër. Pra pejgamberi alayhi salatu wasalam është ndiku prej Jibrilit alayhi salam. Wa kana Jibril yalqahu fi kulli laylatin min Ramadan. E kjo ka ndodhur vetëm në Ramazan që Jibrili të vjen të takon për çdo natë. Nuk ka ndodhur asnjë muaj tjetër që Jibrili të vjen për natë te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Mirë, po vjen muaji Ramazanit, thot Ibn Abbasi, Jibrili e ka takuar pejgamberin alayhi salatu wasallam çdo natë. Edhe kjo ka pas në shkakun e vet. Qëllimi ka qenë angazhimi me Kur'an. Angazhimi me Kur'an, siç e pam te ajeti kuranor, se Kur'ani ka zbritur në muajin e Ramazanit, ja pejgamberi sallallahu alaihi wasallam si e ka shtuar leximin e Kur'anit, studimin e Kur'anit në muajin e Ramazanit. Thot fe yudarisu al-Kur'an. Ky takimi që ka ardhur Jibrili s'ka qenë për bisedat e kota. Ka ardhur edhe qëllimi ka qenë fe yudarisu al-Kur'an. E kanë bërë përsëritje Kur'anin, i kanë shkoqit ajetet, i kanë përfill ato ajete që janë zbrit pejgamberit alayhi salatu wasalam, dhe tash më një herë në Ramazan i bën një përsëritje, e bën një studim, e bën një lexim të Kur'anit, edhe kështu duhet të përfillet libri i Allahut subhanahu wa taala jashtë Ramazanit, dhe sidomos edhe më tepër në këtë muaj, muajin e Ramazanit, apo të themi edhe muajin e Kur'anit. Edhe kjo i jep ato rezultatet e veta. Edhe kjo angazhim kështu i jep rezultatet e veta. Fala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hina yalqahu Jibril ajwadu bil khairi min ar-rih al-mursala. Thot Ibn Abbasi e përshkruan pejgamberin alayhi salatu wasalam nga ky ndikim dhe nga angazhimi që ka bëu ai, bujarin që ka treguar ai, thot pejgamberi alayhi salatu wasalam ka qenë kur e takonte Jibrilin, ka qenë për të bërë hajr, për të bërë mirë, për të treguar bujarinë e tij më i shpejt edhe se era që fryn me shpejtësi të madhe. Kanë nxituar të bën mirë. Pse? Të arrijë një sukses në këtë muaj, se është koha edhe muaji edhe rasti që gjasa më e mirë për të arritur një sukses. Më i mirë, më i volitshëm se muaj tjerë. Shkaku tjetër. Pas shoqërimit me njerëz të mirë edhe pas angazhimit ton me adhurime, për të arritur një Ramazan të suksesshëm, duhet të jemi kureshtar për shpërblimet që i ka përgatitur Allahu subhanahu wa taala për agjeruesit. Ne duhet, domethënë, të interesohemi për këto shpërblime. Vjen Ramazani dhe çka Allahu subhanahu wa taala ka përgatitur për neve. Shumë ka që janë mistere, janë gjëra të fshehta, mirë, po diçka Allahu subhanahu wa taala na ka treguar neve. Andaj shumë e rëndësishme është për neve informimi, të informohemi, siç e përmendëm pak më parë, prezantimi në ligjëratat e hoxhallarëve, të cilët shumë gjëra të dobishme tregojnë në ato ligjërata. Allahu e ka veçuar shpërblimin e agjerimit nga shpërblimet e adhurimeve tjera. Dhe Allah subhanahu wa taala thot në hadith qudsi, yaqulu Allahu azza wa jall, kullu amali ibni Adam lahu illa siyam. Pra Allah subhanahu wa taala në hadith qudsi po thot, krejt veprat që i bën i biri Ademit janë për të, përpos agjerimit. Shiko, e veçoj agjerimin, përpos agjerimit. Thot,
as-siyamu fa huwa li wa ana ajzi bi. Pra agjerimi thotë është për mua dhe unë shpërblej. Pra kjo agjerim është për mua, thotë Allah subhanahu wa taala, dhe unë shpërblej për të. Edhe kjo thotë unë shpërblej për të, kjo është një fshehësi që Allah vetëm na ka treguar si informacion se shpërblen, mirë po çka do të befasohen besimtarët në ditën e gjykimit. Atë që jemi informuar, atë do t'i tregojmë, tjerat mbesin befasi në ditën e kiametit. Allah subhanahu wa taala për çdo natë të Ramazanit liron nga zjarri i xhenemit. Pra këtë na ka treguar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Çdo natë 30 net, 29 net, sa mund të ketë muaji i Ramazanit, 29 apo 30, për çdo natë Allah subhanahu wa taala zgjedh nga besimtarët edhe i liron nga zjarri i xhenemit. Nuk do t'i prek zjarri i xhenemit. Edhe këto duhet neve kjo duhet na bën kureshtar. Çka duhet ne të veprojmë? Çka duhet të bëjmë ne që Allah subhanahu wa taala na shpëton nga zjarri i xhenemit? Që nuk ka domethënë shumë diçka të bëjmë përpos se të angazhohemi sa më tepër me adhurimet tona që Allah subhanahu wa taala i ka caktuar për neve. Po ashtu Allah subhanahu wa taala na ka treguar edhe një shpërblim tjetër, thotë i shpallet pejgamberit alayhi salatu wasalam një sekret nga sekretet e Ramazanit. Dhe thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, inna fil jannati baban yuqalu lahu Rayyan. Në xhennet këto janë gjëra të fshehta. Nuk mund t'i din askush përpos Allah subhanahu wa taala. Edhe Allahu i madhruar i shpall pejgamberit këto sekrete, këto gjëra, edhe i tregon se çka Allahu ka përgatitur për atyre shpërblimeve, tregon diçka Allahu për besimtarët, le të lakmojnë pastaj në shpërblimin e tij në xhennetin e tij. Thot inna fil jannati baban yuqal lahu Rayyan. Me të vërtetë në xhennet është një portë e ka emrin Rayyan. Yuqalu yawm al-qiyamati ayna as-sa'imun. Në ditën e kiametit do agjeruesit do ndëgjojnë një zë, thot ku janë agjeruesit? Ku janë agjeruesit? Kjo do të jetë moment shumë madhështor, moment shumë i këndshëm, do të gëzohen shumë agjeruesit. Kush ka agjeru? Kush i ka agjeru Ramazanit, edhe jashtë Ramazanit nafile, në ditën e kiametit do ta dëgjon këtë zë. Ej në saimun, ku janë agjeruesit? A disa gëzimi i madh do të jetë për agjeruesit kur ta dëgjojnë këtë zë. I thret dikush, ku janë agjeruesit? Thot hel lakum ila Rayyan, tash, domethënë e jani ka porta Rayyan. Hajdeni këtu ka porta Rayyan, ju pret juve kjo porta Rayyan që është bërë për juve special për të hyrë nga kjo portë. Men dakhalahu la yadhma abadan. Kush hyn nga ajo portë nuk do të etet asnjëherë. Nuk do të etet asnjëherë, sa etja është më tepër që e ka ndje agjeruesi gjatë agjerimit. Edhe cekët këto etja saj edhe nuk ka hangër, ka qenë edhe i uritur. Mirë po etja cekët potencohet në veçanti. Edhe kush hyn aty mo etja nuk do të ketë. Fa idha dakhalu ughliqa alayhim, kur hyn i fundit agjerues aty mbillet dera, falam yadkhul fihi ahadun ghayru. Nga kjo portë askush përpas agjeruesve nuk mund të hyjë dikush që nuk ka agjeru në atë portë. Do të hyjnë agjeruesit. Kjo është një privilegj që Allah subhanahu wa taala e ka përgatitur si shpërblim për agjeruesit. Një privilegj, një veçori për ata. I pranon vetëm ata që agjeru, i thret dhe hyjnë i thot ka kjo portë. Po ashtu një shpërblim tjetër që kanë agjeruesit në këtë hadith thot lisaimi farhatan, agjeruesi i ka dy shpërblim, dy gëzime. Agjeruesi i ka dy gëzime. Yafrahuhuma, në të dyjat gëzohet. Në të dyjat që, domethënë e ndjen atë gëzimin e tij. Thot idha aftara farih. E para është në dunja. Ajo është kur bën iftar. Agjeruesi kur bën iftar gëzohet shumë. Është një gëzim, një atmosferë shumë e mirë që secili e lakmon prej neve atë atmosferë kur ulemi edhe bëjmë iftar së bashku. E dyta është më madhështore, është më e madhe, e lut Allahun që të na i bën të mundër të gjithë neve që agjerojmë, të na bën të mundër këtë gëzimin e dytë. Ajo është thot wa idha laqiya rabbahu fariha bisawmihi. Kjo është më madhështore, kjo është më e madhe. Pra agjeruesi në ditën e kiametit kur takohet me Zotin e tij, gëzohet se ka agjeru, gëzohet me agjerimin e tij. Kjo është shumë e madhe.
takohesh me Zotin tanë, edhe ti ki kry këtë obligim, ki agjeru. Edhe paramendoni çfarë takimi mund të jetë kjo në ditën e kiametit. Allahu subhanahu wa taala ja mundsoj çdo agjeruesit ta përjeton këtë takim edhe të gëzohet me atë gëzim që është gëzim me vërtet nuk ja dim për masat përpos Allahut subhanahu wa taala. Shkaku tjetër, analiza. Ne lexojmë Kur'anin në tërë vitin, mirë po në Ramazan edhe më tepër. Mirë po kërkohet prej besimtarëve që ti analizon ajetet, ti shkoqit ajetet, ti përfill ato, ti studion ato. Edhe na, Allah subhanahu wa taala na thot, efela yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. A nuk e përfillin Kur'anin, a thua vallë në zemrat e tyre kanë dri? Prandaj Kur'ani është një libër që duhet të studiohet, të shkoqiten ajetet e Kur'anit, të përfillen mirë, se aty ka shumë gjëra të dobishme që mund të vërejnë besimtarët edhe të kenë dobi prej tyre. Në Kur'an, kur lexojmë, gjejmë ajete Inna Allaha me alladhina taqaw walladhina hum muhsinun. Me të vërtet Allah është me ata që i kanë frikë Tij, janë të devotshëm dhe janë të mirë, janë bamirës, janë të përpikt, janë të kujdesshëm. Po ashtu gjejmë ajete Inna Allaha me as-sabirin wallahu yuhibbul mutatahhirin wallahu yuhibbul mutawakkilin. Edhe kështu me radhë ka shumë gjëra që Allahu i përmend do gjëra, do virtyte të besimtarëve dhe se Allah subhanahu wa taala është me ata dhe i do ata. Mirë po nuk gjejmë ndonjë ajet të thot Inna Allaha ma as-saimin. Allah është me ata që agjerojnë. Nuk ka kështu ajet. Inna Allaha ma al-musallin. Allah është me ata që falen. Nuk ka kështu ajet. Pra, prej kësaj analize, na vërejmë se Allah subhanahu wa taala e do atë nga e cila ti ke dobi nga ibadet, nga namazi, nga agjerimi, e kështu me radhë, nga haxhi, e adhurimet që i bëjnë në jetën tonë. E do ato që reflektohet prej atij adhurimi. Cilat janë ato gjërat që reflektohen prej adhurimeve që i bëjnë, sidomos prej Ramazanit tani, apo për namazit, është durimi. Andaj Allah subhanahu wa taala thot Inna Allaha ma as-sabirin. Allah është me durimtarët. Se ti përfitove nga ibadet. Se për ndryshe, nëse e bëjmë një ibadet, edhe nga ne nuk reflektohet gjë e dobishme, gjë e mirë, moral i mirë, atëherë, më thanë, namazi na mbetet angazhim fizik, agjerimi na mbetet si një vetëm uri dhe etje, ajo që duhet, ajo që e kërkon Allah subhanahu wa taala për neve, për ta pas një Ramazan të suksesshëm, është që ne të reflektohet ajo që e marrim nga ai adhurim, nga zbatimi i atij adhurimi. Pra këtu është suksesi. Në këtë këndvështrim do të zbulosh sekretin e agjerimit, e sidomos në muajin e Ramazanit. Shikoni në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i dërguari i Allahut ju ka treguar sahabëve se nga Ben Israilit ka pas një njeri ka dal në fisabilillah, ka dal të lufton, edhe mbi 80 vjet ka ndejt jashtë në rrugë të Allahut subhanahu wa taala. Kur e kanë dëgju sahabët këtë informat, kanë thonë, oj dërguar i Allahut, ne moshat nuk i kemi kaq. Ndoshta për neve nuk jetojnë, nuk arrin 80 vjet i bëjnë. Moshat i kanë, ky vetëm aq ka dalë në rrugë të Allahut. E shikoni Allah subhanahu wa taala si e nderon pejgamberin alayhis salatu wasalam, si e nderon ummetin e Muhamedit alayhis salatu wasalam. Se me çfarë nderime. Allah subhanahu wa taala zbret një sure dhe thot për natën e Kadrit, e cila gjendet në muajin e Ramazanit. Natë e Kadrit, një natë, bëhet fjalë për një natë. Thot
Lejletul Qadri khairun min alfi shahr. Nata e Kadrit është ma e mirë, ma e dobishme, ma e vlefshme se 1 muaj. 1 muaj, kur shndrohen në vite, janë 83 vite disa muaj. Do më thonë, besimtarët tash Allah subhanahu wa taala i nderon me një natë, më tepër se 80 vite, do më thonë. Atë natë që e bën besimtari, do thonë, sikur të bën 80 vite, më tepër se 83 vite. Kjo është një nder i veçantë, nder shumë i madh që Allah subhanahu wa taala u ka bërë ummetit e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ne këtë e shohim te pejgamberi alayhi salatu wasalam. Ai edhe pse e dinte këtë natë, po Allah subhanahu wa taala ja ka haruar për shkak se një grindje që ka ndodhur në xhamin, në tempullin, në xhamin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, aty nuk lejohet të ngritet zëri, në prezencën e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Ato kanë diskutuar rreth një borxhi dhe i kanë ngrit zërat, e thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, e disha këtë natë, Allahu më ka informuar kur është kjo natë, mirë po, ma largoj nga memoria, edhe tani kërkoni ju në netët tek. Kërkoni në netët tek të fundit, në 10 e fundit të Ramazanit. E ne që dojmë sukses, na intereson suksesi, jemi kureshtar se si mund të arrijmë këtë sukses, ja këtu e kemi. Suksesin e kemi para neve. Edhe ne duhet të angazhohemi. Jo ta caktojmë atë natën, ta caktojmë se kjo është nata pikërisht, kur pejgamberi alayhi salatu wasallam thotë, kërkoni në netët tek. Apo vet personalisht i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam thotë, kur kanë hyrë 10 i fundit, ai është nda prej familjes tij, prej grave të tij, dhe ka hyrë në xhami, edhe që është e njohur te ne itikafi. Të ndahet prej dunjahës, edhe e meriton, do thonë, të veçohet në xhami, ti pret ato net jashtë i vetmuar, ti pret se njëra prej këtyre netve është e sigurt se është nata e Kadrit. Edhe Allah subhanahu wa taala kështu ja mundson secili të jetë i sigurt se e ka arrit atë natë, edhe nëse e ka arrit atë natë, ka arrit një shpërblim të madh, sikur të vepronte ai më shumë se 80 vite. Na lutem Allah subhanahu wa taala që neve të na jep një Ramazan të suksesshëm, të na jep vullnet që të veprojmë sa më tepër, të shtojmë ibadetet, të shtojmë angazhimet tona, të lexojmë sa më tepër Kur'an, e ta shkoqisim atë, ta studiojmë, që të marrim dobi të pafundta. Edhe në ditën e Kiametit, Allah subhanahu wa taala, kur të ringjall krijesat e tij, neve të na bën të mundur të hyjmë në përderën Rayyan, e të na jep shpërblime që i ka përgatitur, që do të jenë befasi për neve në ditën e Kiametit, e të na ringjall në shoqërinë e pejgamberëve dhe robërve të mirë. Dhe lutja jonë e fundit është Elhamdulillahi Rabbil Alamin, wa sallallahu ala Muhammedin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.